Qëndrimi i gjatë ullër të dashur shikues është bërë pjesë e pandashme e jetës tonë. A qëndruam në zyrë, në vetur, apo në shtëpi, kjo është diçka evidente që e përjetojmë se cili prej nesh, por sa e dëmshme është ajo për shtyllën kurrizore, për gjithë trupin tonë, për këmbët, për këtë do të na tregoj mysafiri i ftuar në studion e Mirëmëngjesit Kosovë. Me ne është Arber Smajli, që është fizioterapist. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Faleminderit shumë për ftesën. Kjo ftesë është hera e dytë që vi fakt në programin e mëngjesit, për shkak se në herën e parë isha në një transmetim direkt nga Kina. Tashmë këtu jam në studio dhe është një kënaqësi e veçantë. Mirë se je kthy edhe te ne, por edhe në Kosovë nga Kina. Faleminderit. Mirë që s'ka nol Kina, se na duhet këtu me sjell përvojën kineze në Kosovë. Mirë, shumë kënaqësi që flasim Arber, dhe flasim për këtë temë që prezantoi edhe Delfina për realisht qëndrimin e gjatë ulur, edhe ka shumë profesione që sot ta imponojnë me qëndru gjatë ullën, veç po i mendoj ata për shembull që punojnë në call center. Që ti je në kontakt, ose nuk e di, edhe në administratë, edhe programerët, edhe plot janë profesionet që e kërkojnë qëndrimin e gjatë ullën, edhe mandej kur qëndron gjatë dihet që shkaktojnë disa probleme që i sjellin njerëzit e ju, Arbri ka qef. Faktikisht, ma shumë punë. Zgjat janë i orarin atyre. Faktikisht po, por kanë jo domosdoshmërisht dhimbjet e shafës dhe dhimbjet e shpinës vijnë për një qëndrimi gjatë ullur. Edhe në shumë studime, edhe karrikën perfekte nuk mundesh me gjetë. Gjëja më e mirë që bëhet për pacientat të cilët janë 8 orë në punë, ullur, kanë ngarkesë, kanë stresin e tyre, patjetër që mundet me bë, mënyrën më të mirë është që paktën gjysore, një orë mja kushtu vetit një ecje, një aktivitet sa do të vogël, që edhe mu liru prej punës pak, po edhe prej aktivitetit fizik pak një aktivitet i shkurt, që kish mujt me ndihmu shumë në dhimbjet osteomuskulare. Për shkak se dhimbjet osteomuskulare vijnë një herë si një shenjë. Vjen si një dhimbje e qafës, një dhimbje e shpinës. Që e injorojmë se nuk na duhet shumë më. Edhe injorojmë në shumë raste, do me thonë se mundet me kalu lehtë, por pastaj, pas 2-3 muajve, mundet me ndodhë ose edhe një periudhje më të shkurtër ose më të gjatë, fillojnë me pas një dhimbje më të madhe të shafës, dhimbje, marramendje, mpirje të duarve, gjë që masanej bëhet edhe më serioze. Dhe trajtimi i kësaj, patjetër që lyp më shumë kohë, edhe vëmendje, edhe bashkëpunimi nëpërmjet specialistëve të ndryshëm për me gjetë një trajtim sa më të duhur. Njëjta është edhe për dhimbjet e shpinës, vinë si një dhimbje e lehtë kështu, dhe pastaj krijohet një problem më i madh, kozgjatje më e madhe, edhe patjetër që kjo duhet më marrë shumë parasysh, mos me injoru, sepse mund të shkojnë në një operim. Edhe operimi krijon një kohë gjatë, për shkak se duhet edhe para operimit bën ushtrime, të bëhet një terapi e veçantë edhe pas operimit. Dhe që mundet më na edhe kushtu, faktikisht edhe financiarisht kushton më shumë, kështu që unë mendoj që çdo dhimbje nuk duhet me injoru. Paktën me një konsultë një specialist, të fizioterapisti, me pa gjendjen edhe patjetër që mund të. Edhe me identifiku burimin e dhimbjes, apo jo, sepse jo domosdoshmërisht mund të jetë nga muskujt, apo jo një dhimbje mesi që mundet me na duk që kemi nga nuk e di. Shumë raste mundet me qenë, faktikisht në shumë raste është muskulare, por patjetër që mundet me qenë edhe pije vertebrale, mundet me qenë nervore, mundet me qenë një smundje gjenetike, që në shumë raste për shembull kam has pacienta që kanë ardhur me dhimbje të shafës edhe me disa seanca e kam kuptuar që është diçka më e thellë. I kemi ndalë seancat e fizioterapisë, edhe kemi vazhdu me një ekzaminim më të qeshëm, që edhe faktikisht ka dalë. Kjo është, ka dalë një diçka, do me thonë, një problem më i madh, dhe kjo është një shenjë e mirë, për shkak se fizioterapia jo vetëm që trajton, por na mundu me gjetë edhe një shkak që ka ardhur edhe me ulumtu më shumë rreth atij pacienti. Cilat janë ato problemet më të shpeshta, Arber, që vinë nga qëndrimi i gjatë ullur? Ne po e quajmë qëndrim i gjatë ullur, mund të jetë pasivitet, mund të jetë mos aktivitet i theksuar i personave që dita ditës po bëhet edhe me i theksuar. Zakonisht janë këto dhimbjet e shafës, dhimbjet e shpinës, po edhe dhimbjet në pjesën e dorës, në tunelit karpal, edhe dhimbjet e krahut në disa raste kam pa. Ka qenë e veçantë për shkak se një programer ka trajtuar të unë, edhe mas një kohë më thirrë, tha Arber, tha po kam dhimbje të krahut, në mëngjes kur zgjohem. Edhe thash po ndroje krahun, edhe provoje me flejt në njëjtën krahun tjetër, për shkak se kish ke dhimbje në mëngjes dhe mas anena i letojshin dhimbjet,
Kështu që e provoj 2-3 ditë, tha, ka ja suksesshme që kjo. Ka një herë fizioterapia, vetëm një këshillë e vogël, mundet me ndiku. Po prapë se prapë është një problem që duhet me pa dhe me arë më konsultu edhe patjetër nëse vim për trajtim, edhe duhet me trajtu. Mirë. Ja, flasim sigurisht edhe për trajtimin, po para se me ardhë të trajtimi, ç'a duhet me bëjmë ne ta zëm që punojmë në zyrë për një kohë të gjatë, që të mos vim shumë shpesh të ti. Mos vim deri te këto problematikat. Për shembull, ne qëndrojmë sot 2 orë gjysmë këtu. 2 orë gjysmë këtu në përkarrika që s'janë fare të përshtatshme për shembull. Po para më dikush që e ka dhe një orar shumë gjatë, i përmende ta zëm vozicit, që dikush që është shoferi i kamionit, e autobusit, ai që rrin në zyrë shumë gjatë. Pra ç'a duhet bëjmë që të parandaloj ose ta shtyjmë sa ma gjatë një problem që mund vijë si pasojë e kësaj pune. Patjetër që konsulta është e veçantë dhe është e mirëseardhme çdo të paktën një herë në 6 muaj. Është e mirëseardhme për shkak se bëjmë një gjetje të problemit. Ndoshta ti nuk e ke pa që ki një dhimbje të shpinës, por faktikisht me terapi manuale tonë e vëmë që ki një dhimbje dhe patjetër çdo të mund trajtu. Mënyra qysh me njanu është pak e vështirë për shkak se aktiviteti fizik tek ne është në, me thonë një rem kështet, për shkak se aktiviteti fizik jo vetëm që ndikon në çështjen fizike të pacientit, ndikon edhe në çështjen psikike tina dhe në stresin dhe në gjitha këto mundën me ndiku në një dhimbje muskulare. Dhe patjetër që duhet me pas një konsult të paktën një herë në 6 muaj tek një specialist apo edhe tek një fizioterapist, që mi injoru gjitha këto probleme. Edhe ideja, kur jemi në zyre, për shembull Delfina përmendi më herët një shembull shumë praktik, ta zëm, e ke printerin atje, mos prit me ta sjell dikush shkomere. Pra, është ai ideja çdo sa minuta që duhet me lëviz pak të me bëni zgjatje, një ecje. Paktën 30 deri në 1 orë, të jetë një aktivitet 2-3 minuta çdo një orë. Çdo një orë është e preferueshme për një aktivitet sa do të vogël, po që edhe lehtëson prej punës, ngarkesës madhe. Kom vrejt shumë pacienta që thënë, po nuk mundem me bëj zgjidhje, është për të mirën tonë. Jo, po, edhe ku jetë vendi mund. Lëvizja është jetë, se s'mundesh. Fizioterapia ka një të mirë që jo vetëm që trajton, edhe jo vetëm që na e gjejmë shkakun, po faktikisht edhe edukon pacientin. Do të me fol shumë me pacientin, me u merr me këshillimin e tina, për shkak se një pacient e sjell rezultatin e mirë të punës kur këshillohet në mënyrën e duhur. Në kinë këto e kumë pa që edhe bashkëpunimi profesional është shumë i madhë. Atje kam taku shumë specialist, shumë fizioterapista, të cilët edhe sot kemë çdo mëngjes shkëmbejmë mesazhe dhe shkëmbejmë mori problemesh edhe përvoja ndryshme, gjë që mund ka pëlqyer shumë e që faktikisht e praktikoj edhe në Kosovë, që bashkëpunoj domethënë profesionalisht me disa specialistë që janë nga Gjermania, nga Prishtina, ose të profileve të ndryshme, po. Profileve të ndryshme, ortoped, reumatolog, neurolog, që me sjell një provojë të mirë dhe një sukses të mirë të pacienti. Edhe kjo domethënë kina më ka ndihmuar shumë për shumë aspekte, ka pjesa profesionale. Por normal që ka dhe fizioterapista të mirë në Kosovë, që e vlerësoj punën e tyne dhe për kushtimin që e bojnë çdo ditë pacientat, për me mri rezultate të mira. Patjetër që po. Arber, për me ndërlidh me pyetjen e mëhershme të Agronit, është do të thotë më tepër problemit e qëndrimi gjatë ulur, ose mos përshtatja e ulsës, për shembull, se tha Agroni pak më herët si anatomi, apo mos lëvizshmëria? Unë thash që edhe karrika ma perfekte me vendos, prapse prapë është mungesa. Nuk e zaventson lëvizja. Nuk e zaventson. Është qëndrimi në 10 shkallë që do të më vendos, monitore do të më qenë më lartë me shikimin drejt. Gjitha këtu provohen edhe buhen, po prapse prapë nuk është aja, edhe thash edhe karrika ma perfekte nuk mundet me zaventsu një aktivitet fizik sa do të vogël që mundet me pas. Kush është profili i klientëve tu? Klient, pacient, si qunë ju? Pacient. Pacient, okej. Pacienta ka profilet ndryshme, por mas shpeshti janë ata cilët punojnë zyrë. Që e keme edhe temën edhe sot, janë IT programera. Pa qëndrimi ullur rrjedhimisht po të sjell problem. Po, edhe kanë dhimbje edhe akute, edhe kronike në 2 rastet, edhe mas shumë të janë ato muskularë si probleme. Ma pas kemi edhe inxhinier ndryshëm, po mas shumë të janë ato të cilët janë nëpër zyrë, zyrtar komunal, zyrtar profileve. Administrata, ose ata që janë të lidhur me karrikën. Edhe pronarë të ndryshëm të kompanive,
për shkak se jo vetëm që qëndrimi i tyne, që po edhe ngarkesa psikike. Edhe stresi sjell probleme muskulare. Absolut, që edhe stresi edhe ngarkesa e tina Shtangimi i muskullit. krijon një tendosje muskulare aty dhe patjetër mundet me sjellë një kufizim të lëvizjes, një kokëdhimbje marramendje edhe më pas bëhet shumë e komplikuar, kështu që patjetër. Por pacientat shumë prej tyre janë edhe vdisu. Kur po ka ndonjë problem, me një herë vinë tek ne trajtohen edhe gjithçka shkon në rregull. Me këshillime, me një trajtim, patjetër që ka me pas sukses. Çështja e trajtimit masanenaj është edhe e personalizuar për secilin pacient. Nuk mundemi me vendosë të njëjtin trajtim tek secili. Arber, shumë persona po kanë ankesa te dhimbjet e pjesës së poshtme të shpinës. Unë e di që çdo dhimbje është e keqe dhe do të thotë duhet trajtim, por më duket kjo është pak më problematike, apo mund të sjellë edhe pasoja më të mëdha. Por veç ta përfundoj pyetjen. Kur e din për shembull që është veç si pasojë e një qëndrimi gjatë ulur dhe kur e din që është diçka më serioze dhe duhet trajtim më gjerë? Fillimisht bëhet anamneza e pacientit. Kur anamneza është dikon rreth 80% i gjetjes së shkakut. Më pas në bazë testeve specifike që ne mundemi me bëjmë në autonominë të fizioterapisë apo dhe raporteve të specialistit, CT-s, siç ne ka shkruajt raporte edhe ne mundemi me pa a është muskulare, apo është një herni diskale, apo është një problem në cilën mundet me ndodhë nervore kështu me radhë. Dhe mënyra e trajtimit të pjesës lumbale, pjesës shpinës, fundeve të shpinës, është që duhet mu trajtu i gjithë trupi. Nuk duhet të trajtohet vetëm pjesa e lumbale. Nuk duhet të trajtohet, duhet mu trajtu domethënë edhe pjesa e sipërme, për shkak se krijon ngarkesë, edhe pjesa e poshtme. Shumë pacienta kanë vrejtë që patjetër edhe muskujt gastrocnemius, që është muskuli i pulpit, kështu që e thojmë, është muskull shumë i ngarkuar. Vetëm për shkak të pozicionimit, të peshës, qëndrimeve të gabuar, posturës të gabuara, edhe patjetër që duhet me e trajtu, por jo vetëm në atë pjesë, por edhe në gjithë përfshirjet të pjesës së ndryshme. Masanej mundet me pas dhimbje me fascian, me muskujt, nervat, gjithmonë këto mundën me qenë. Injorimi i këtyre problemeve, Arber, çfarë mundet me sjell? Apo nuk mundemi me injoru? Ta zëm, i kemi një dhimbje të muskujve, nuk e di, ose të pjesës së shpinës, ose qafës, ose mpirje të duarve, e injorojmë duke menduar që hajt kalon. A e vështirëson, e komplikon mandej trajtimin? Patjetër që e komplikon shumë, edhe jo vetëm që e komplikon trajtimin, por edhe sjell deri në fazë ku duhet mu bë një operim. Për shkak se fizioterapia e ka një kufi trajtimit. Trajtohet, por në disa raste kur është një dhimbje e madhe, kur është një problem i madh, një herni diskale lart, mund me thonë, edhe një dhimbje pa mundshme me përballu pacienti, patjetër që duhet me ndërmarr masa tjera të operimit, që gjithmonë duhet mu bashkëpunimi profesional me specialista e bën të mundshme këto që me shty qatë operim. Sot do që të mundemi me shty operimin. Edhe pse pacienti ka neglizhu, ka injoru dhimbjen, prapse prap na mundohemi që mos me udhërzu. Po, ka njëherë është zgjidhje e mirë edhe vetme pjesa e operimit. Por duhet me pas kujdes, se edhe para operimit duhet të trajtohet pacienti, edhe pas operimit, shumë pacienta që vinë, edhe pas operimit që i ka neglizhu ushtrimet, ka neglizhu terapin, e që ishtë dosht shumë e kanë të kujdesshëm edhe pas operimit për shkak se edhe aty donë muskujt me pas aktiv, donë me pas ushtrime, donë me pas një terapi të veçantë, personalizume, gjithë që me pas sukses. Se mundet me ndodhë që prapë hyj edhe në operimin e dytë, që mundet me rreziku edhe ma shumë pacientin, kështu që është e mirë çdo dhimbje mos me u injoru. Si mesazh Arber, është qartë që punët sedentare krijojnë probleme të tilla, përmendëm prej fillimit të bisedës sonë, por sa është e rëndësishme që secili prej nesh të punon pak te muskujt, te forcimi i muskujve të barkut, të shpinës, të këmbëve, në mënyrë që mos jemi kaq ndjeshëm prej një qëndrimi ulur të na kap. Shumë është e rëndësishme se shumica punojnë në pjesën abdominale e injorojnë pjesën e shpinës. Sado që të ushtrohet pjesën abdominale, do të ushtrohet edhe në pjesën e mbrapsht të shpinës. Edhe krahuri. Patjetër. Janë tonë të ata. Edhe pse si shohim shpesh. Po, unë shoh edhe shumë që mirën me fitness, ushtrojnë pjesën abdominale për me bë një trup më mirë,
po faktikisht kur vinë masamena e ka dhimbje të shpinës edhe patjetër që duhet më trajtu edhe pjesa, duhet aktiviteti fizik, çështja ushtrimeve, të sakta, të kombinuar, jo ushtrime të forta për shkak se kur një pacient bën për herë të parë seancë fizioterapisë, është pak më thjesht duhet me njoft trupin e tina, edhe të njëjtën kohë edhe në fitness. Kur shkon nuk do me thonë me ushtru me pesha të mëdha, do të preshat gradualisht. Me ditë hallin vetit. Ja nisë me peshë trupore njëherë. Po, as me peshë trupore, është esenca është vetëm me peshën e një peshë atleta, më pas me peshë trupore, më pas edhe me peshë që mundet me bë, e gjithmonë duhet me qenë të rekomandume për fizioterapistit që me kuptu esencën edhe kuptimin e ushtrimeve. Edhe nështë me nisë për asaj me njoft vetën, që po thëmë, si që të populli me ditë hallin vetit, po me njoft edhe kapacitetin edhe mundësit që i kje dhe mandej në bas të asaj me i përshtat. Jo pse është diko tjetër që po i qënë 200 kg aty, me thonë, okej, le ta bëjmë. Se s'mundësh. Me njoft vetë. Po, te këto probleme, Arbër, kur jemi, a komplikohen, a vështirësohen, a rritën me kalimin e viteve, me kalimin e moshës, apo jo domosdoshmërisht? Nëse kemi një jetë të rregullt, s'do me thonë që vinë me moshë problemet. Ka hasë edhe obeshenja, një ndër problemet e shkaktar shumë dhe që janë në deformitetet e bushtit kurrizor të adoleshentët, që është gjithmonë rritje dhe është një rritje shumë rrezikshme. Skolioza, kifoza dhe lordoza janë këto tri deformitete që definitivisht kanë marrë një përqindje shumë të madhe. Mundën me u trajtu, nëse është në 25 shkallë, trajtuhet shumë mirë edhe mi largu dhimbjet, edhe mu mundu do me thonë me njanu shkallët e problemit, por si të është mi 25 shkallë është pak ma problematike, lyp ma shumë kohë, edhe lyp shumë bashkëpunim me pacientin, është e rëndësishme për shkak se fizioterapia, edhe pse na një orë trajtojmë, edhe kujdesemi për ta, këshillat tona, edhe edukimin tonë, edhe gjithë kaq tjetër, do të me morë pacienti parasysh. Ushtrimet që hapun për detyrë. Unë pacientat mi edhe kur përfundojnë seancat, e lakshë si për detyrë, thëmë, bërë edhe çdo ushtrime çdo ditë. Paktën ti je aktiv. Detyrë shtëpie. Nuk e di besoj. Shumë pak. Po ka dhe aty në që i bojnë, kam pas raste që po më rinë gati më qojnë vedja që pi bëj dëkë kështë, po nina mirë, se rritet edhe mirëqenja e... Edhe suksesi jëtë është ma i letë, edhe ma i garantuar. Patjetër. Ka një bashkëpunim. Patjetër. Arbër, si ishte përvoja në Kinë? Është ma ndryshe se në është... Përvoja... Nëse flasim për mjekësinë kineze, është mira vjeqare dhe kanë disa metoda më ndryshe se... Përvoja ka qenë e jashtëzakonshme në punën edhe profesionin tem. Unë nuk është se kum pas shumë kohë me njoft kulturën kineze, për shkak se trajnimi ka qenë shumë intenziv, edhe ka qenë vetë 12 orë në ditë, sa që ata edhe mas trajnimi, do me thonë thëshin, a praktikojnë njëri me tjetrin. E bëjshëm edhe këto, edhe ka qenë një e jashtëzakonshme. Thash se kom njoft shumë specialist në Kinë, edhe më ka bërë që me kam shumë profesional. Trajnimi ka qenë i strukturum për terapisë manuale, për akupunkturës, edhe për kiropraktikës. Kiropraktika në Kinë bëhet në mënyrë shumë të sigurt, dhe me thonë 100% e sigurt, nuk bëhet në mënyrë agresive, dhe ka suksesin e vetë, sidomos të deformitetet e bushtit kurrizor, arrihet me pas një sukses shumë të mirë, por edhe sot e kësaj dite jem kontakt për probleme specifike, pezon llojeve të ndryshme. Endometriozën është një prej problemeve që nuk është trajtu, ose është edhe trajtu, po jo në mënyrë duhur në Kosovë, edhe bashkëpunimi me ta më ka sjellë që me pruni trajtim sa më duhur, edhe shumë probleme të ndryshme, por ka raste të cilat edhe e këshillojnë njëri tjetrin se çka me bë. Që ka një diçka Kina që ta mësën Kina në këtë profesionin tënë dhe që ose se ke ditë ose është ma ndryshë, ose është një metodë që duket ma e letë edhe ma e qasshme, si me thonë, për pacientin, ma e letë edhe për pacientin edhe ma e letë edhe për ty si profesionist? Kinezët, kur shkon me një dhimbje të qafës, ato nuk përfundojnë me një dhimbje të qafës. Ato je, tamam, kështu në detaje, në 3D edhe i trajtum, po edhe din shkaktarin pse ke ardhur. Ata shumë i japin rëndësi pjesës së shkakut, pse ka ardhur. Ajo është e rëndësishme te kinezët,
përkushtimi i tyre është shumë i madh, është shumë i lartë edhe mbikëqyrja e pacientit e ta është shumë serioze dhe është shumë e përkushtuar. Kinezët janë shumë punëtor, japin shumë sot edhe një pacient japin shumë rëndësi pacientit. Të njëjtën kohë edhe kom pa që gjithë kanë respektin për ata që punojnë. Do me thonë, pa marrë parasysh kinezë çka mundet me punu, ai e don punën e vet, e bën me përkushtim. Atje në Kinë kam isha hoteli jemi ishte pak larg, edhe drejtori i institutit më tha Albert, s'ki nevojë me udhëtu aq larg, e ki zyrën time, mundesh me pushu në zyrën time gjatë pauzës, gjë që nuk është se praktikohet as në Evropë nashta, edhe më ka ardhur shumë mirë për tyne, kujdesin që e kanë pas te unë. Te ushqimi ka qenë pak ma Te lashe, edhe gjithë se cili student që ka qenë doktorat ndryshëm edhe fizioterapista, më ka thonë Albert, provoj që të ushqim se evropianët e provojnë këto, çdo ditë në për restorane ndryshme që kam provu edhe ka njerë përfundojsha. Ushqimi ka qenë i mirë, po ka qenë pak vështirë me gjetë deri te ajo e duhura. Çfarë pëlqen? Po, s'ke ditë mjaftueshme. Po gjithë kanë pi ujë nxehtë, ka qenë shumë interesant. Shumë mirë, ajo duhet. Nuk e pinë ujin e ftoft, nuk e praktikojnë as pijet ftohta, gjithmonë janë të ngrata. As sallatat. Po, unë mësohet letë, ju bashkëletë. Asistenta që ishte më ka po që e kom injoru pak ujtë në gratë, se mu ka duk, as po pse, edhe ma sillu ujnë e ftoft. Gjatë e kujdes me vetëm që e kom po që e kom injoru pak kështët, automatikisht pa e full, pa e diskutu heq, e kanë gjeme njëherë dhe është një kujdes shumë i madh. Edhe jënë kujdes gjatë rrugtimit tim ku kam shku kim, për shkak se kam shku personalisht vet. Jënë kujdes gjithmonë, a kem rri, dërgëna foto, qëta sheki, këto, edhe e ki trenin për 1 minutë mundesh me më rri, edhe ka qenë shumë experience e veçantë. Gjë që mu ka ndihmu shumë në punën edhe për kushtimin të Shumë mirë që ke shku atje dhe ke marrë përvojën e tyre Arbër, por e përmene që është metode mirë e punës së tyre, do thotë ata e kërkojnë shkakun edhe e lypin shkakun që nuk duhet të jetë vetëm te fizioterapia, duhet të jetë te secila smundje, po, sepse të ne e trajtojnë vetëm gjendjen, nuk e shohin. Ajo gjendje është simptomi i një pasojë të mëhershme. Kështu që duhet ndryshojë edhe kjo mendësi edhe te ne. Sa e vështirë është për shembull çat praktik me realizuar te ne? A është kaq e vështirë? Diçka e pamundën? Nuk është e pamundën. Besoj me edukim të mirëfillt, me trajnime. Edhe me vullnet parazit edhe me vullnet, patjetër, vullneti gjithçysh, që duhet me qenë prezent, besoj që më rrihet edhe bashkëpunimi i mirë me pacientin, edhe edukimi i anës tonë profesionale. Po, e rëndësishme është që me folë edhe shumë me pacienta, me diskutu shumë, për shkak se ai edhe tregon problemet që i ka posë më herët, mënyrën që trajtu, edhe nëse ka shkute në një fizioterapist tjetër, unë gjithmonë e pyes se çka ke apliku, çka ka mendu që të ka ndihmu, që thjesht për me pas një sa më profesionale, edhe mos me mundu shumë e seanca, njëjtën kohë edhe me konë sa ma rezultati duhen. Edhe të numri seancave, se ka njerëz ta zëm që vimin me një problem të caktuar dhe mandej dorëzohen ti, thu duhet me mojtë 4 seanca, ai ma seancës 2 të shetë që është në rregull dhe nuk vje mo. Pra, që ndodhë në qëtë rast? A ndodhë që problemi me u këthy shumë ma shpejt se që ishte këthy nëse kish me qenë i kujdesshëm edhe me ushtrimet e ju edhe në shtëpi? Edhe a e hasë qëtë praktik? Seancat e fizioterapisë nuk ka një numër të caktuar se sa duhet mu bë. Nuk është fikse, me nuk është fikse. Ka probleme ortopedike, neurologjike, reumatizmale, të cilat kanë një numër ndryshëm prej tjetrit, po dallon jo vetëm problemet profesionale kështu, po edhe çështjet e organizmi se si e pranon pjesën e terapisë. Ka pas raste që me 2 seanca është ndjesh shumë mirë, vazhdua edhe 2 tjera dhe ka qenë perfekt, vetëm në çështjen monitorimit tina, që i kam thonë hajde mas 1 muaje. Por ka raste të cilën është graduale arritja e tina, edhe patjetër që duhet me i ndjek disa seanca. Çështja e seancave, po them për disa dhimbje kronike fillestare ose dhimbje akute fillestare, duhet mu trajtu të paktën 2 deri në 3 herë në javë.
Më pas, fillohet një herë në javë, një herë në 15 ditë, do të thonë 2 herë në muaj, dhe kështu gradualisht e bë. Po nuk mundu me ignoru që mundet me bë çdo ditë seancat fizioterapisë, për shkak se dikush ka nevojë për këshillim çdo ditë. Ka sportistë të ndryshëm, ka probleme neurologjike që duhet më monitoru çdo ditë për me arrit suksesin më të madh. Edhe patjetër që edhe nuk e neglizhoj nëse çështja është që mundet me bë, për shkak se fizioterapia nuk ka të bëjë vetëm me një terapi manuale, ka të bëjë edhe me ushtrime, ka të bëjë edhe me këshillim, ka të bëjë edhe me sugjerime të ndryshme të pacientit që mundën me taku pacientin çdo ditë, se jo për me arrit suksesin më të madh. Prezon të smundjet neurologjike, janë smundjet të cilat në stadin e parë, 100 ditëshin e parë, duhet me pas shumë një kujdes tepër të madh, edhe kërkohet një angazhim shumë më i madh edhe i pacientit, edhe joni me mërri sukses. Faleminderit shumë. Faleminderit për kohën edhe shpjegimet. Sukses. Faleminderit shumë.